nuk isha në Arabi, isha në vendet e Po, shenjta. nëse tash kena medale ti. Nëse gjithë njerëzit nuk mirëshin me telefon. Nuk, a i shkon të falte namaz, o lavin të kohë namazit, krejt hotelin aty, e qitë që kam për jashtë për hoteli, kishte 2 milion njerëz që faleshin. Këtu të ne jena shumë lartë, këtyre ne nuk jetojmë me fen. Ne jetojmë me telefonin. Ne jetojmë me, elhamdulillah, ne jetojmë me gabimet të cilat i bëjnë tjetër njerëzit tjerë, edhe ne t'va komentojmë. Po, shumë e vërtet. Ne nuk mirena mo me problemet tona. Po. Se s'kena çka bëjmë, gruas na ngjan, si thash, fëmia nuk na merr për parasysh, babën nonën i kena lënë me një qosh, as që mirena me to. Për shembull në shumë familje në të tof, kur i shef, thot jo nda me babën e non, baba e nona jetojnë me një shup aty. Në ki jeton me gruan e vete, me problemet shumëta, edhe njerëzit nuk kanë punë tjetër, veç të më komenton. Se do ta tregoj një histori tjetër për një qave. Aty te, si ka thonë Muhamedi alayhis salam, kush arrin të prek gurin e xhenetit. Po, guri i xhenetit. Ka gjatë atij falen gjitha mëkatet. Edhe aty ish bën një tollovi e madhe. Po. Edhe unë thash, po këtu njerëzit i merr kanë mëkatet para se me mritë guri, e kupton se po shumë rana me hi aty. Shumë rani ish me hi aty, edhe një me kish njerëz që goditshin, me brila shtishin, domethënë ish një tollovi dhe aty njet u shku te guri ti si të ke gjina. Se ti merr kaj të ti thi brin ti theke. Edhe kështu që temat që du me fol është vizita jote në Qabe. Do me thonë, gazetari investigativ. Ka shku në Qabe. Gazetari me tatu ka shku në Qabe. Me tatu, po. Kina marrë dhe tatu. Ama du një retrospektiv të abajna. Do me thonë, përderisa unë i inqizojsha derset e Ramazanit në klan. Po. Aty kur i bëjsha inqizimet për Ramazan, për një moment u bo pak hit hoxha i ndërur Muharrem Ismaili. Po. Për kthimin që e bori Muhamet Zekiri hutbës. Edhe videon që e postoj Muki te klani, po. Edhe aty pastaj ti e bën një podcast me hoxhën Muhamet. Po mora në podcast një intervistë. Ju me datë 9 e kishim ne terminin me hoxhën edhe me Mukin me ty me hongër iftar, apo? Po, me 9. Edhe tu hongër iftar une. Pi thom hoxhës, hej, sot tham e kam një ëndër hoxh, tash krejt më u bë, tash i kam një ëndër, thot ça ëndër e ki more? Thash du me shku numre. Në Qabe, thash du me shku. Edhe hoxha tha, be ma pasaport. Në qëllë, ma pasaportën e kom me vete. A i se di ke që unë pasaportën e kom me vete. I thash më thuj kështu sene, se une aty që pasaportën me atë, tha bën e foto. Stakfirullaj, thash hajtë se po e bëj foto, thash po gjabet me ta që veç foto me mamaj pasaportën time. Tha jo, be po vjen numre me mu, tha ti e misafiriem numre. Edhe une u bo me shku në Qabe. Unë kam qenë i pari regjistrum të grupi i umres, Nur Umre, të Muminit. Edhe a beson, që po ta rumbulla kësoj këshu njerë, masande po ti tregoj detajet. Nga me thonë, qysh nuk nodhi more sen. Krejt kanë shku në vi. Qatë ditë që kena mri në aeroport në Turqi, 40 veta prej Maqoni i kishin këthi. Po, si shko e haqit, ne kena qenë grupa e fundit prej Maqonie për shku numre. Edhe kishim mshel ma. S'ka më umre, se shte haqit. 40 veta i thkin, prej Maqonie. Une, tu i dek në kufi. I kishim vesh i ramet, edhe tu hip në aeroplan. Ajo, po ma skenon vizën, i doli na i sena, këti që edhe une, thiri Muminin. Ama une, kam shku. Se thash, po na këthejnë edhe neve. Jo, s'na këthejnë. Shku ma qenë, edhe ka qenë, këti, për jetim i paharushëm. Emocioni i papar. Po sua kjo nuk erdi rasisht. Krejt kjo. Edhe po ja u them, po ja u lidhi qtash. Dhe me thënë, prej të një jeti pasër që i kisha une për me u pajtu me babën. E që u izbuti zemrën e mamit dhe të vllaut tim për me thirë babën me u bo bashkë dhe ato. E që zoti një jetin tem edhe këtë mirë temën e shpërblehu më tha ti do është me artë të unë misafir. Shumë e vërtet. Ti te unë e ki venin. Të ka shpërbli zoti. Po, tha, ku ka shpërblim atë masë me shku me falë një namaz sa 100.000? A ka shpërblim atë masë? S'ka, nuk ka pare matë madhe që i kishë mbulu këtë pajtimin ti me baba. Këshisa të kisha kërkun edhe milionat mi pas. Kot, zoti tha, ja, shpërblimin ti te une. Heste, ka, dhe jesh misafirje.
Unë se krejt ato që shkojnë qabe janë misafirë Zotit. Po. Se pa më thiraj, ti mund është mi pas miliona e miliarda. Qa që sën hinë, sën shkon. Ja, sën shkon. Edhe i tha, unë po të shpërblej këtë mirë dhe këtë zemër gjërësi dhe këtë zemër bathësi tëndën me në vizit në shpin time. Edhe krejt mundet me thonë se hajtë se unë për i bëj 1.500 euro, se kollaj është me i bëj 1.500, unë e disa herë i kom pas ka 1.500 euro për me shku numre. Ty benzot s'ka pash nevoj as hoxha muare me më thirë, as nur umre mas andej me ma letësu me i bo video edhe me ma letësu pjesën qeter, kur kush. Dhe me thonë s'ka pas nevoj as i shkoj, kom pas mundësi me pagu 1.500 euro dhe me shku numre, ama ja, s'kish vlerë pari aty. Po. Me thonë, kotë se i kom pas mune 5.000 euro në gjepe, 10.000 euro në gjepe, kotë, se kom pagujt asë njerë se më kishku në mendun me shku në umre. E jertë momenti, Zoti më thiri, tha ti që tu me u balansu pak, edhe me fa një namasa 100.000, edhe s'ka shpërlim atë matë. Si të du kër e pove qabën për herë të partë? E ki po 500.000 herë në televizion, ama? Ja, e kom pa në video, vërtet. Ama... Live është diçka. Atje ishte krejt diçka tjetër. Ai momenti i parë është kur i veshish i hiramet. Ajo veshja tregoj ke se Louis Vuittoni. Këto që i kom Nike, unë qëto trenerka që i kom blej shtrejn. Të shpije zotit s'kisht ashtu sene. S'ka dhe Versace. As parfemi 1.000.000 euro, 500.000 euro, këtë djune. As Versace. As kush sandalet Nike që i kisha unë s'ti shifke. As të mbrenqmet këtë djune Louis Vuitton, a këtë di i kom vesh ato të mbrenqmet, s'kishe ati Louis Vuittoni. Ati e ki, sa kushtona jo, këtë djune, se di sa kushtona, 500 denar, aj peshkiri. Qa i hirami, i bartë. Këtë e kishe. Me thonë, që aty tregoj ke prej që aty se ti ma në fund ki me përfundu me qëta. Se që ajo është veshje fundit. Që fini. Qa i peshkiri bartë. Edhe këtë. Ne gjabe e kishim Louis Vuittonin edhe Nike-ën edhe Armanin edhe Gucci-n që po i majmë. S'lum pesh, e? Ja, s'lujke pesh. Edhe ty ben Allah se t'lujke pesh qa ki vesh, kur hisha aty mrenda, për në qabe. Sens, nuk e menoj qa ki vesh. Aty e bëshe connection. Si konektohen telefonat me wireless? Ajo ishë connection i një muslimanit ma qashtë. Nëse që aty nuk konektohesh, edhe nuk e ndjen bjeri vetin në basë. Që aty, kush ka, edhe nuk konektohet me qabën. Se kur hyshe mrenda dhe kur e shifshe një mebe e kia lidhesh me të njësen. Edhe ndjenja, edhe njëherë fillon e qanë pa kontrol, se dim pse qaj, tu isha pse qaj. E pa të pasu edhe në Facebook? Po nuk e disha pse qaj. Qajsha, dilshin lot. Ato si thonin, andi popullor që i thonë muarnajcat. Dhe me thonë, as nuk ti interesoj ke kën e ki jashtë asaj. As kën e ki brenda asaj, ati rrethit qabes. Ati kishe vetëm ti edhe Zoti. Para mendoje sua sa njerës kish aty. Ti nuk i shifshe. Ati nuk kish njerës që janë li me parfem, pra ndaj thash. Ati nashta dikush që kish bo shumë të vafe dhe ish gjërësit. Edhe s'kish majz, për shembull, ish vesh me i ramin. Edhe fërkimet e mishit për mishin ndodhin që të kryojnë edhe aroma, nuk nish aromt. Ja, s'kishe ti pun me aroma me sende, ti kishe pun me Zotin. Aty so kish njerës që flishin me qabe. Fliske be, ne jena bon saf për të fal namaz, a ju qu njeri qatë që kishte, kush e di që kish bo, e thojke unë zboj ma. Që aty e thojke. Qaj e thuj zboj ma. Ama aty, Zoti e ka pru për me balazu. Për me, se i ka thonë, ki nashta një me ka këtë pun, e ka me njetë pasër, këtë këthimin e ti prej tikun, se di që kish pasër njeri. Ama dhe që shtu shihja ti. Thash nëse aty hin, e shë qabën, edhe nuk konektohesh, duhesh me dale dhe me i ra vetit mas. Se me imanin nuk je kërkuni. Ai momenti shumë i rëndësishëm. Mas andaj su unë e kisha qëllim. Edhe një jetë. Që unë gurin
e zi, me pa, me puth, me prek, me pa qa është ajo. Po, gurizi. E kisha një jetë. Edhe me grupën, alhamdulillah, edhe muminim kanë ndihmu shumë, u bëm një 10 veta në tavafin e dytë, mbas krimit të umres. Nëse ta shpjegoj procedurën e umres, se dikush që ndëgjon ndoshta ka qef me ditë. Më thon, kur shkosh në umre, nuk shkosh veç me bot tavaf. Edhe nuk shkosh veç se krejt mendojnë se ajo 10 ditë që është 10 ditë procedurë për umre. Nuk është procedura e umres 10 ditë. Procedura e umres është 3 orë. 3 orë. Po, maksimumi 3 orë. E kryen tavafin, e kryen Safa Mervën, i pret flokët edhe e kryen procesin e umres. Që kjo është umrja? Kjo është umrja. Do të thonë, sa muj me zgjat, ma shumë se 3 orë zgjat. Safa Merva, une për shembull, ne problemin që ai kishim, se ne si ishim mësu të rimpa të vrenshme. Burat. Ne veçanërisht që shkojmë prej këtu, ne e kena problemin e parë, që ballafaqojnë, ne si jena mësu të rimpa. Dhe unë shumë kum vujt me qësa. Edhe arsimi, njeriu i sharit. Njeri sharit. Edhe ai kish vujt prej qësaj, edhe unë vujta prej qësaj. Mbas tavafit Safa Mervën, me zi se e kom bo. Ma e kryta, alhamdulillah. Më thënë Safa Merva, kush nuk e din, janë 2 kodrat që aty ku ka shku prej njërën kodrën, tjetërën kodrën Haxheria, edhe që ka dalë Zemzemi. Këto janë procedurat edhe që aty e krysh. Pre që aty momenti ti e ke kry umren edhe vazhdojsh me ibadete. Në shumë djetarë thonë që janë një namaz në Qabe është e barabart me 100.000 namaz dhe jashtë saj. Hadith është kjo? Hadith është, po, është hadith i saktë saj. Edhe ti nuk shpirtnisht nuk lejot me t'ik namazi, e kupton se ti çaty je. Edhe një gjendje tjetër interesante që kom pas në Mekë, në Mekë është shumë i mbrojtur. Për shembull nuk kishe frikë prej ku e diun. Largohet frika, po. Ja, nuk ishe shumë i mbrojtur. Kishe sigurt. Burroj, i sigurt. Ndjehesh aq i sigurt sa që unë për shembull kam ecë shumë në Mekë, masani as se kisha frikë se po hupna, se po jesmi pa taksi dikun ta. Ku e diun, domethënë nuk e ki kët problematik. Ati ndjehesh shumë i sigurt. Këtë e kom vërejt kur kom dal prej Mekje. Kur kom dalë prej Mekje si kur me ma hekat mburojen. Diçka ndryshe. Masandi kur hish në Medine, është krejt qetër në gjenjë. Aty une namaz në gjumë. Qaq i që je, shpirtnisht. Veç e një shezanin, edhe qohesh, falish namazin edhe në gjumë. Une 2 ditë në Medine, për e të rekoj dhe këtu, veç gjumë kisha. Me thonë qaq i qetë. Shkon në xhamin pejgamberit falu edhe në gjumë. Une që aty se di, a ka ndë një qytet tjetër që të ma jep që jetë njëjtën në gjetë. Më thënë qatë qetësi, qatë pushim, qatë që mush me bataria që aty. I kom mush pra ndaj këtu, kur kom marrë unë direkt, jom kap me o gjallarë. Edhe, mbi gjitha, Hoxha Muharrem, ne kena pas edhe udhëheqin shumë të mirë, kështu që nuk na ka mungu informata. Vizitat e cilat i kena bo, dhe më thënë, janë ndryshe atje se sa me ndëgju dersin këtu. Udon, kur e ndëgjojsh atje prej në vend, se që aty ka luftu Muhamedi a.s. që aty ka ndodh lufta e Bedrit, që aty Uhudi, që aty kodra e shigjetarve, kupton, nuk, edhe është tjetër për jetim. Kotë sua, po më shkojnë në për mujtë mjaltit, në për Barcelona, në për Spanja, në për këtë djunku. Krejt e kotë është. Qish moren, me gru, mujtë mjaltit, une kanë ndëgjoj prej tash. Ndi thëmë, turpi botës është me shku në mujtë mjaltit me gru në Barcelona, në Paris. Pse me pa atë kullën e i fellë në pihekri? Para menoje, ti po më shkojnë në Paris, o dhe shkojnë mujtë mjaltit në Paris. More vlla me regrun, shkon mujt mjaltit në Qabe, po a Kabe në gjenë më të mirë, udhëtimin ton të parë ta bësh në shtëpitë Zotit. Nuk ka. Ti më shkon në Paris. Një harxhimet ty be nuk të rriten. Bile më shumë. Bile këtu ato harxhimet që di bësh përbleen me diçka tjetër. Edhe kur kthehesh prej atje nuk je më çaj që ke qenë. Nuk je njëjtë. Askush veç më
tash, ato që nuk ngjejnë asnjë sent atje, që duhet me i ra vetes mas, kur kthehen janë të njëjtë. Këtu ndryshe i percepton sendet masandej. Atje e shef se asgjë nuk është këtu deri në fund. Në fund shkojsh qashtu, me qati hramin, pa Louis Vuittonin, pa parfemin, edhe kryhet as pare, se s'kishe gjepa ajo për t'i fut pare. S'ka I pare. kërkojsha gjepat ku t'i futi, Reala. s'kishte gjepa ajo për t'i fut pare. Prandaj, edhe jo rasisht, unë mendoj që nuk është e rasisht ajo që kishin bë kusht për burat, ishte kusht për me hinë qabe me ihram. Pa ihram nuk leshin Po. me hinë qabe. Nashta ajo është edhe mos me kriju të lovi, ama Po. çdo gjë ka edhe një mesazh. Kjo është mesazh që ti kur ti shkosh te shtëpia e Zotit, ti shkosh ashtu se s'duan para që asnjë se pagu. Është i vetmi vend që ka meritën më të madhe në botë, nuk ka vend më shenjtë në botë se ajo edhe që nuk pagun hymje. Ti shkon në Eiffel të vjedhin aty për jashtë. Çka trojnë, një video e kom pa në TikTok, i kish bën një influencer, ta vjedhshin çantën, ti vjedhshin parë, telefonet, nuk të vjedh kush e harron telefonin në Mekë. Unë e kom harru telefonin në Mekë me gjithë parë, kush nuk e kish prek. Namaz tjetër e kom gjetë çati të njëjtin vet. Shumë e vërtet. Kërkush se kish prek. Sprek, a gjë i sigurt, s'ka vjedhsa. S'ka, nuk ka, ai e din që me këtë kamera është. Si shteti kishte ecë. Sistemi kishte ecë. Këtu të ne safe city-n së ne bëjmë të një 2030-ën, aje ka bo safe city-n pikur zbritën në pre aeroplani ti e din, sa umregji ka, sa policë duhen, ku shkon, në cilë në hotel e rinë, kishte dhoma. Po, atje, për shembull, tu bota vafti, qash kamera, nëse të kapën, e nëzirë ke, prej ku vjen, prej ku e ke marrë vizën, dhe cili hotel e rinë, cili është grupa, kush është udhëheci. Më thonë, qash sistem kishin ato. Ne këtu një safe city, masane prandaj atë nuk ishte, edhe me bo puna me nëzon hajdunin a e din që e ka shëriati, që nuk është si këtu të ne, dënimi me kusht. Atje është shëriati. Edhe atje nuk vjithshin. Une kam pas komunikime edhe me atë personin që e ndresh saatin, orën. A i gostivarit? I gostivarit ishte. O takove me ta? Po. Fatkeqësisht ose fatmirësisht, ose vendimi ti që nuk doli para kamerës se e kishte kusht për mos me dal. Ama u njoftu. Ishte interesant, historia ishte vërtet. Histori shumë interesant është. Qështu ishte historia, thash, Zotit i shpërblen sendet me njëherë. Alhamdulillah. Kështu që Ai përjetim tjetër. Medinja, masandej, Medinja ishte krejt diçka tjetër. Medinja, për dalim prej Mekës, unë për shembull në Mekë po, me shku, ama në Mekë ishte dinamike jeta. Për shembull kishte shumë njerëz. Çdo herë kur delshin 3, 4, 5 mëngjes, në 2, 1, për herë kishe njerëz, asnjë nuk flejke qyteti. Në Mekë, ndërsa Medinja ishte ndryshe. Medinja ishte vend i qetë. Medine ne për shembull hotelin e kishim shumë afër xhamisë pejgamberit, edhe kishim hotelin shumë lukses. Edhe e paramendon se ku jetu flejt. Që aty flejn ai, që tu flen ti. Shumë afër jeti. Shumë afër jeti. Edhe veprimet, edhe kur bësh për shembull, se di, edhe kur e bësh një veprim në Medinë, thush, trishtojsh, thush, që aty është ai. Kupton? Sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e njëjtë, kupton? Nuk di si me e thonë. Po, jam të kuptu. Për shembull, nëse e pin cigaren e zon, edhe ti çaty e del para hotelit me pin cigara, po. Edhe para mendoj me pin cigare para pejgamberit alayhis salam. Prandaj kush vjen për atje, ata që ndryshojnë, lën cigaren, lën këto punët. Ish kjo ndjenjë atje. Alhamdulillah. Edhe kena hongër hurma shumë, për ndryshim në Medinë kom hongër shumë hurma. Kemi qenë ajo bafqi e hurmët. Po, edhe në deve kom hip. Po, jam qabe tu kesh kërë kom po vidore. Deve, unë e pita moqën marem, thash derin sa kile kjo, se mu duke lisht. O që marem tha, dush mi kërku, Allah lëk devës. Po, valla dush, ajo shumë e lisht ishte. Me hoqën marem, atje kena bo shumë video interesante. Po, alhamdulillah. Kena bo video për shembull për ilaçin
e shurës Devës. Po, ka një probleme, se këto islamofobët kanë me raket, shurën e Devës, shumë e përmeni. Para mendoj, jo, e kam bërë kështu, se jo që nuk e du Evropa, më shumë unë jam shumë pro-evropian, pro-amerikan, nuk e diskutoj këtë çështjen, e kupton që sa jemi civilizum ose evropian, po thash para mendoj, për shembull një shtetit në Evropë, në qatë territor të vogël, sa ajo për rreth qabës, me jalshunja 2 milion njerëz, si kese për herë. Panikë e madhe. Situatë e jashtëzakonshme. Me një hera, ku e di unë, dë vdishin, dë vrishin, dë bëjshin, nuk kisha që në qaba, vdek ma zvrame, vdek me foli, vdek me këshu, se të vdek me kishë, namaz gjenazje kishë pas gjdo namazi, ama nuk kishë ashtu panike madhe, policie madhe, kaos. Me jalshun një qytetit evropian 2 milion, si jalshun Mekës ne, që përgatit është në 2030 për 12 milion haxhiler. Hajde, ma të rego cili qytet. Që shkom Paris, për shembull shife, 100.000, 200.000 sa mund të kese rreth vizitës në kullën Eiffel, panike madhe, policie madhe. Në qabe nuk ish more ashtu panike, këtë njerëzit e dishin ku e kanë. Prandaj, tjetër vende janë ato, ku ka shkel këmbë pejgamberit alayhis salam, edhe ne ngrijena shkojmë në mujt mjaltit në Paris. Shura e Devës. Kamel urine kapsules. Përdoren në Zvicër, dhe janë antikancerogene, janë produkte natyrale, të cilat për momentin janë produkte alternative, po këto nuk janë të bëhu lumtime të mira, për shkak se kur të vudale, se o shumë e maher për kancerin, këta nuk të në t'jupin parët, unë e kuptoj këtë problematikë, edhe e vërtetohen hadithet me nga meret alayhis salam që herë kur do ato do vërtetohen. Këtë e kanë, a e bojnë shtasha, në 2100 të ndë e bojnë atë analizën, do vuduhet dhe njëherë. Kanë efekte antikancerogene që në studimin e vitit 2012 treguan se urina e Devës mund shkaktoj apoptoz, vdekje të qelizave në disa linja qelizore të kancerit. Ata të gjirit dhe trurit duke ndikuar në proteina që rregullojnë rritjen e qelizave tumorale. Kjo është studim i bën në vitin 2012. Më pas një tjetër studim zbuloi se urina e Devës mund të përmirësoj efektin e një ilaçi të kimioterapeutik që e marrin, edhe për shembull ne këtu pim hapa të ndryshme artificiale të cilat e përmirësojnë atë efektin që e kemi mbas që na bin flokët. Këto kapsulat e urinës Devës e kanë këtë efekt, duke penguar këtë procesin e tranzicionit epitelial dhe lidhet me përhapjen e kancerit dhe rezistencën ndaj trajtimit. Plus asaj, në një studim tjetër, trajtimi me urinë Deveje uli ndjeshëm madhësinë e tumoreve dhe pengoi përhapjen e tyre tek fëmijët me kancer të gjirit, duke sugjeruar efekte të mundshme antimetastazike dhe antiangiogjenike. Do të thonë, njëjtë që në studimin që kanë bërë tek fëmijët, për shkak se ne dimë që pjesa jonë e trupit është e ngjashme brenda me ata të fëmijëve, ka treguar që nuk ka pas përhapje të kancerit. Një përmbledhje sistematike e vitit 2024 tregoi se urina e Devës ka aktivitet të gjerë antibakterial dhe antifungal kundër patogjeneve të ndryshme, përfshirë baktereve rezistente ndaj ilaçeve dhe virusit si H1N1 dhe MERS-CoV. Për gjithë ata të cilët po ja shpjegoj kështu në detaje. Jo, shumë mirë tu e shpjegu. Masandej, ato e kanë shumë të lehtë. Hey ChatGPT, please tell me about this. Kalzoma pak urin kamel. Kapsulat, këto kapsulat, ku përdoren? Këto kapsulat s'dojnë mi dëgju. Përdoren në Zvicër. Këto të mençmit ton le të shkojnë në Zvicër. Le t'i tregojnë atij zvicrani që mos e trajtoj me këto kapsula. Që t'jemi korrekt me tot, ju tregoj se ende nuk është përmbledh dhe nuk është bërë e licencuar me kjo punë, por është si alternative. Po ky hap tregon qartë se ajo që ka thënë Muhamedi alayhis salam do vërtetohet. Herdo kurdo. Herdo kurdo. Ashtu si janë vërtetuar shumë gjëra tjera. Unë kam një parandjensi, këto që tallen me vetdije, këto islamofobët, Allah i kam i dënu, si kam vasu në kancer atyra fëmijëve vetë, se nuk me nevrin edhe me sunullojnë tallu gjithë ditën e me hoxhën, ama me pejgamberin është shumë rrezik. Këto tallen, për shembull, më kishin shkruar mu se
disa do të bëjmë dhurat kapsula, thash mi bini ti shoh, bashkë du ti shoh. A kam dikon në Zvicër që po i bëj apel për çdo. Po. Në Zvicër. Nëse kam dikon që ndjekën prej Zvicrë edhe që mund me mi siguru një pako prej këtyre kapsulave, do isha shumë mirë njohës për të parë se si ndikojnë edhe pikërisht për t'u tregu njerëzive që ekzistojnë.